Nuk ka gjë më të keqe për mua se sa kur detyrohem të shaj me nënë që mban pragut sa njerëzve. Mundohem të mos e bëj këtë se e di që shumë nga ju njerëz të mrekullueshëm që mund të kaloni kalimthi në këto vitet e mia, nuk e honepsni dot këtë sharjen, po s'mund të rri pa i shaj këto klysh e kurvësh. Nuk rrihet dot pa i shaj. Me dalin mu kam 2-3 vjetë që lexoj. Ca janë ca smirezgji për Armando Brojen? Ca janë ca smirezgji në Shqipëri? Që ose kanë qenë vetë futbollistët e leshit s'kanë bërë asgjë, ose kanë lidhje me ca futbollistë tjerë që duan ato të luajnë, ose i kanë depolesa, ose punojnë në rrugës për federatën që duan të fusin ato maskaret që paguajnë në dorë se kanë lidhje. Edhe thonë, Armando Broja vritet çdo lojë, Armando Broja rrezohet kollaj. Bile sot thonin, Ernest Muçi, që është një nga lojtarët më të mirë sot për sot që ne kemi, në sulm më i miri, pa diskutimisht për momentin, por nga më të mirët që kemi në gjithë kombëtaren, se kemi lojtarë të mrekullueshëm në gjithë kombëtaren, Mitej është i mrekullueshëm, kemi lojtarë të mrekullueshëm pa i veçu, Ramadani është i mrekullueshëm, Aslani është i mrekullueshëm. Kemi një federat që me gjithmend mendon edhe don të drejtën se gjithë këto duan të shkojnë. Edhe Silvinjo do të shkojë sa është merit, prestigj për ata. Edhe profesionalisht është një arritje e madhe të shkojnë në kampionatin botëror. Të gjithë duan, edhe Duko do të shkojë, edhe Rama do të shkojë, edhe Taulant Balla do të shkojë kombëtare, se shkojnë atje, shohin në stadium, i shef gjithë bota. Por janë aq të poshtër, janë aq të liq, sa shpesh herë, kur nuk kanë besim që ne fitojnë, fusin lojtarët e vetë, ata miqt, shokët, ata maskarit e vetë, duke menduar që ne nuk fitojmë kundër këtyre. Edhe kur i mushet meje që po fitojmë, po shkojnë që po shkojmë ne, aty në kaçën e parë do rrim të shojmë tonët, ose kanë ata fluturojnë që do të kualifikohemi edhe bëjnë. Por sot lexova në një nga këto portale, nga këto idiotliqet Sport News, Sport, duke di çka që, edhe thoshte, Ernest Muçi, ai hes me majt gishtëve, prandaj nuk vritet, na dalin dhe ekspert doktorësh këto, na bëhen edhe këto që janë career practitioners, na bëhen edhe mjeshtrat kockëve kur dëmtohesh si dëmtohesh, kurse Armando Broja, prandaj rrezohet se edhe kretë komën tokë, në Josi Muçi, pra gjithë lojtarët e tjerë në botë që vejnë kretë komën tokë, kur hesin nuk hesin majtë gishtëve, u dashka si mas këti të rëzohen e të vritën si Broja, o idiot, se s'mon të ri, po më nohëm më së të thomët fjallën shkërdatë, se mërzitën e jo, or bira kurvesh, o idiot, çka jenë këto ekspert, këto mjerant? Në qoftë se arsyeja, si pas këtyre idiotëve, Broja rëzohet qekës e ve komën tokë, e nuk hes majt gishtëve si Muçi, atëhere gjithë lojtarët në botë që duhet të rëzohen në sekondës e vejnë komën tokë, ore psikopat, ore idiot, ore që janë këto mëre, edhe askush nuk përmend vërtetën, të sakt, shqeta, si qashtë. Armando Broja është lojtari i vetëm në botë, jo në Shqipëri, jo në kombëtare, po i vetëmi në botë, që kanë fillu të vrasin ato maskaret në Champions League kur erdhi nga ku qenë Holland, ku loste ky, në Holland apo në Belgjik, sepse askush, asnjë mbrojtës nuk mund ta mante dot. Edhe do ta vrisin sa herë hyn fushë, është i vetmi lojtar që jo vetëm e vrasin, sa po të futet se s'mund ta majnë dot, edhe i futën 2 lojtar, ta sharrën nga komët me spatë i gjujnë komve. Pra vetëm ta vrasin, e majnë me përdurës, e majnë për brekësh, i gjujnë, jo vetëm që e vrasin, po i kanë fut merrin lojtarit, që zgudzot hyn fushë se sa të kap topin, ose të mos vrapoj fare, e të rinë vend, e të pasoj që s'hum kur top edhe kur los kështu,
ose të vërpoj të marrë topin të boj lojën e vetë dhe ta kosisin me i herë. Pra është vetëmi lojtar që ligjet ndërkombëtare të futbollit nuk e mbrojnë se personi që vret një lojtar të madh si Broje me dashje duhet nxirret me të kuqe për një herë për gjithmonë, jo një ndeshje dy. Vetëm kështu mbrohen talentet e mëdha që i vijnë kësaj bote një herë, ndoshta 20-30 vjet. Armando Broja është lojtari më i mirë që ka bota sot. Por Armando Broja masë kush do të shkëlqej edhe do diqet se Armando Brojen kudo që ta fusesh në çdo lloj loje, sa po të futet në lojë do të kërkojnë ta vrasin me do heci me frikë dhe ati ja kanë fut merrin palë se çdo t'ja fut në çdo lloj njeriu që sa herë njallet edhe futet në fush sprintin e parë që bën. S'ka rast një herë vet. Nuk është rëzu asnjëherë vet, po e vrasin mas skaret. Po të poshtër, por më të poshtër janë këta legendat, këta mumjet, këta që më falni e di që nuk dëroni ju ashkërvefsha nonën me të madhe me të vogël çdo lloj. Kritiku gjoja që kritikon Brojen se askush nuk ka të drejtë, janë gjithë ligj, janë gjithë poshtër, janë gjithë hale. Unë nuk e njoh këtë djalë. Nuk e di ku është, por është lojtari më i mirë ndoshta që ka pas për 30-40 vjet futbollin botë. Edhe nuk do lejnë të kapi një top. Do vrasin gjithmonë, por jo se rësot vetë. Sami Gjoka ju përshëndet.